Kryetari I Kuvendit Afrim Gashi vlerëson se koalicioni vlen, funksionon mirë dhe se ideja për shndrimin e tij në një subjekt të vetëm politik është aktive dhe mund të realizohet së shpejti. Në një intervistë për Mia, Gashi tha se qytetarët janë të lodhur nga përçarjet dhe fragmentarizimi politik dhe kërkojnë unitet, siguri dhe tejkalim të interesave personale nga liderët. Дека не е битката кој ќе биде председател, туку битката е на кој пат одиме, кои вредности ги промовираме, за што се ангажираме и за што се бориме. И ако вака ги гледаме работите, јас сум убеден дека многу брзо ќе дојдеме до еден политички субјект кој би се нарекол влен и ќе биде апсолутно потоа помалку битно кој ќе биде председателот, кој ќе бидат членовите и така натаму. Duke komentuar zhvillimet në opozitën shqiptare dhe kritikat ndaj tij në kuvend, Gashi u shpreh se fokusi I tij mbetet puna institucionale, dinjiteti I kuvendit dhe ngritja e kulturës politike, duke theksuar se qytetarët janë ata që vlerësojnë punën e politikanëve. Sa I përket ndryshimeve në BDI dhe rizgjedhjes së Ahmetit kryetar partie, Gashi tha se janë çështje e brendshme e antarësisë dhe duhet respektuar. Тоа е навистина нивна работа, тие граѓани, тие припадници на таа партија имаат целосно право да одлучуваат кој треба да ги представува, како треба да ги представува, каде треба да одат, со што треба да се занимаваат во политика. Ако они мислат дека таа личност треба да продолжува да ги води и после 22 години на власт и после сите обвинувања што тоа е нивна работа, јас го почитувам. Në fund ai bëri thirrje për më shumë respekt, dialog dhe tolerancë në kuvend dhe në shoqëri, duke theksuar nevojën për një tranzicion vlerash dhe më pak energji negative në politikë.